Larg në kilometra, por gjithmonë pranë zemrës. Agnesa nga Gjermania I drejtohet me një letër gjyshës së saj, një letër e mbushur me mall, kujtime dhe dashuri të thellë. Janë fjalë që burojnë nga zemra dhe që rikthejnë copsa nga fëmijëria, ku ajo është rritur në përkujdesin e saj. Një letër që prek sepse është e vërtetë dhe vjen nga një dashuri e pastër, siç është ajo e gjyshëve. Jemi të shtëpia e zonjës Salihe Reqica, ty kumbesa soj Agnesa, ka një letër dhe ne do e dërgojmë atë. Zonja Salihe, fillimisht faleminderit shumë që na ke hapur dyert të shtëpisë dhe na ke pranuar. Mirë se keni ardhur. A ki persona shumë jashtë vendit? Familjar shumë jashtë vendit? 2 djem e 2 vajza. Okej, edhe që komunikim? E kam 16 mesa nipa jashtë. E kam një mes, aja është e martume, e Agnesa është mesa e 2 për I moshës. Edhe për ndësoj që të mungojnë? Për stepërt, sidomos Agnesa. Me Agnesën, unë e di që e kini lidhje, ndoshta pak ma të veçantë nëse guxoj me thonë. E kam lidhje fëmijën e parë në shtëpi, e dashunia më ka në ta. Na e kena një letër, cilën Agnesa e ka dërgu nga Gjermania për juve. Kështu që në kësha kërku me hapë zarfin edhe me letëzo. Po. E dashur nan, veç kush si ka lanë njerëzit e vetë largë se din çka është malli. Kanë kaluar 5 vite që jam largë teje, po as edhe një ditë s'ka kaluar pa të përmend. Ti je gjithmonë në zemrën teme. Qysh ke qenë gjithmonë, me ato dashuri tënde të pastër që s'të mungojnë veç unë ty, po më beson që ti më mungon mua edhe ma shumë. Sa herë që folim bashk dhe zemra e maj fort që mos me u thy, se në fundin e dim që do të qajnë të dyja. Ama krejt këto fjalë që si them I ndjejmë me zemër, ti je nana për mua në çdo kuptim të fjalës, jo veç gjyshe, po nanë që më ka rrit, që më ka dash si kërkush tjetër. Jam besa jote e madhe dhe gjithmonë ka me qenë krenare që jam e jotja. Malli për ty s'ka kufi, më ka marrë malli për zanin tënë, për qafimet e tua, për buzëqeshjen që gjithmonë me ke dhanë. Paqe, unë dua me të thanë, mos e bë merak për mua, se unë jam mirë, po punoj, po kaloj mirë, e nuk po lodhna sepse çdo send që po e bëj me qëllim me pas një të ardhmen më të mirë, edhe për veten, edhe për me të bë ty krenare. E përveç po muj me prit, po numroj ditët me ardhë në Kosovë, me të po e me të përgjafu e fort. Nuk ka ditë që s'më kujtohet sa fat jam unë që të kam në jetën teme. Dhe malli që kam për ty s'ka fjalë, mu përshkrue, do të premtoj që shumë shpejt ka me ardhë deri atëherë ruju vetën për mua, e mos u bë merak, të donë për gjithmonë Agnesa jote. Faleminderit misa jeme.
Cilat janë kujtimet më të mira ndoshta që i mbojnë mend kur Agnesa ka qenë fëmijë? Unë e di që e ke rrit. Kujtimet më të mirat për ta që ka qenë mesa gëzimi i parë e shtëpisë. A është e vërtet që mbesat dhe nipa duhen më shumë se fëmija? Po, duhen, se fëmin tanë s'ki ko me, plus kom qenë punë, s'kom pas, ko mu marrë me ta, jëm larguat, kom qenë eri, kur ka qenë, Agnesa tasht i ban në mars i ka ban 20 vite, e që unë 50 bashkë në kohën ma të mirë, kom pas, ko mu marrë me Agnesën, edhe jëm kom qenë e largume për i punës, edhe gëzimi i parë është Agnesa në shpetemi. Që ke përjetu këtë ndarje, kur ka shku Agnesa në Gjermani? Zdi me përshkrue. 16 mesa nipave i kam jashtë. Gjdo det kur ti foli me ta natën, androj me ta luj, se me kona për tyne. Zemra mu ka donë 2 pjesë. Agnes tjeshe kujdes me ta një jetën, edhe pa që fatë, sa Agnes është e fijume, pres me gzim në korek. Unë po du me të falenderu për gjithë shka? Me nderë qafsh, e falenderit për juve shumë. Falenderit. S'ka pagu me dhurata me modhe, për Agnesës është kjo. Kjo ishte letër nga diaspora për këtë javë. Unë juftoj që të bëni pjesë jona, bashkë shihemi të martën tjetër.